Zoti Berisha dele cakton kush duhet kandidoje, kush jo, kur ai vet pretendon të jetë kandidat. Statuti është shkelur me 2 këmbët, neni e përcakton fare qartë që nëse u mbet zgjedhjet e përgjithshme, automatikisht lirohesh nga posti i kryetarit dhe kalohet në zgjedhje për kryetar të ri. Mua më vjen keq e vetmja rrugë që kandidatët mund të kontestonin ishte nëpërmjet gjykatës. Këtë e kanë bërë vetëm 2 prej kandidatëve, por shoh dhe këtu e kam atë për fat keqen që edhe vetë gjyqësori nuk po do që të luaj rolin që do të duhet luante. Partitë politike, veçanërisht opozita, është një pjesë e strukturës mbi cilën qëndron shteti shqiptar. Opozita është pasuri kombëtare dhe është interesi i qytetarëve shqiptar. Përjedhoj, sistemi i drejtësisë duhet të ndërhyjë dhe të mos lejojë që rregullat në opozit të shkelen në mënyrë kaq brutale dhe kaq hapur. Pasi është interesi i qytetarëve të kemi një opozit fort.